Një aksident është regjistruar pak minuta më parë në brendësi të tunelit të Morrizit. Nga informacionet paraprake, mësohet se ka disa të plagosur, pasi drejt ngjarjes janë nisur autoambulanca nga Tirana dhe Klosi. Sipas informimit të policisë, bëhet me dije se rreth orës 16:40 minuta, brenda tunelit të Morrizit janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin italian FT dhe automjeti me drejtues shtetasin AK. Si pasojë janë dëmtuar lehtë 3 pasagjerë, të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, 2 drejtuesve të automjeteve ju është bërë testi alkooli dhe kanë rezultuar me 0 mg për litër. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.